Po, hipotetikisht që të kemi zgjedhje, e që nuk është e që dhe mund të flasim për zgjedhje, prapë do t'jeni ju partit aktuale në skenën politike dhe domosdo dikush me dikën duhet bëj koalicion. Po kjo është frima e kushtetutës. Domosdo. Dhe nëse duhet bëj koalicion, pse duhet shkojmë edhe një cikël zgjedhor, që dikush me dikën të bëj koalicion, e të mos ta përfundoni tash. Kjo është ajo që edhe unë e kom thonë vazhdimisht apo përsërisi këtu. Kuvendi i Kosovës nuk i ka 120 deputet, tash i ka 111. Kjo është realiteti. Edhe dhe termi mojtë zgjedhjet, ka më përsërit, ka më repliku situata. Kushdo që deli pari, ka me bashkëpunu me dytën e me tretin, e me të katëtin e me të pestin. S'ka ku shkon. Kjo sistem zgjedhor, ose na duhet më ullë, para se me mojtë zgjedhje, me ndru sistemin zgjedhor, ndrimi sistemi zgjedhor në Kosovë është kategori kushtetuse. Pa 2/3 nuk ndodh. A i kitë 80 vota me ndru kushtetutën? Jo. Se kemë 80 vota as me zgjedh presidentin, atë cila është rruga, pse duhet na politika në Kosovë, veç ati partia e parë që do të më adresu, pse duhet me lyp vendim gjykatës kushtetuse me të zgjedh problemet politike, edhe në fond populli me vot me të zgjedh problemet. Që s'mundet. Vendimet janë popullore në politikë, shumicën e rasteve. Veç vendim popullore mund të më qujtë kur vendos me adhon 100 euro studentve, ose me avdos shtesat e fëmijëve, edhe kur ki mundësi, edhe me legjë dhe pa legjë, po e ndonë në ndarje lineare, e rritë konzumin dhe, kur gjithë s'ki bo, asë një zgjedhjet problemit nuk e banë. Por, kanë vendos me punu kështu, por për çështjet mëdha, unë e jam edhe sonte, deri të dielen, është budallaki politike, që partia parë mos me gjetë rrugë, s'paku me ndërtu bashkëpunim në proces. Në më tonë e lini derën hapur. Jo vetëm, s'po flasën dash vetëm për LDK. Jo, pasi e përfaqësoni LDK. Po, për LDK është thonë, deri mbrëm, është konfirmu vendimi i njëjtë, na nuk kemi ndryshu. Çka kemi thonë para ndonë shkurtit, e kemi vazhdu deri mbrëm, edhe sonte unë po e përsëris, vendimi nuk ka ndryshu. Mos hop kohë me dikon që ta ka dhënë qëndrimin politik. Na nuk kemi thonë, hajtë ta shohmi, hajtë po ulmi po bisedojmë, hajtë po bëjmë delegacione pune, se s'kemi ardhur në asnjë formë. Kemi thonë fillim, kjo është ndrimi jonë, të lutem, kupton e drejt, urdhëni i keni edhe numrin tjetër të partive deputetëve. Ata kanë thonë jo me këta, jo me këto, është çështje, por nëse keni investu shumë në individ, hajtë ta shohmi kush janë individ tash. Lutem. Po, do të njëtëm të kjo pjesa në fakt prej në shkurtë deri më tani, ka marrë qëndrimi që Lidhja Demokratike e Kosovës, sado që edhe këtu në studim pas është interpretu që ka pas ndryshimi qëndrimesh,